e terenit vetëm 10 ditë para zgjedhjeve. Vetëm 10 ditë para zgjedhjeve. Këtu ka firmosur partia e Friedrich Merz dhe 82 parti politike të Europës. Pas kësaj... A mundem të bëj një të ndërhyrje të vogël? Pa tjetër. Okej. Kur Fevziu ju pyeti para zgjedhjeve, doktor, nëse mbas zgjedhjeve nuk i fitonin, mos thonin që i vodhi, ju thatë, Fevzi, thatë, është si të thuesh do bjeri dëbor në maj. Për fat keq dëbora dhe dikush me humor shkruati, doktor, të lutem lëre me kaq se do na lësh pa pushime. Sali Berisha. Vetëm, jo, se tani kjo ishte pak për humor për ta shtendosur. Shumë seriozisht kam një pyetje që ka filluar të qarkulloj si një lloj ideje që mua nuk është se më duket fare pa bazë. A jeni ju, a hyt ju në këto zgjedhje, a hyt ju në këto zgjedhje me qëllimin e vetëm që të manipuloni çfarë do lloj shkelje të mundshme në mënyrë që Edi Ramën ta heqin ndërkombëtarët dhe jo shqiptarët, sepse me këtë sistem që ai ka bërë, askush, as Sali Berisha, as Lulzim Basha, as Endri Xhafo, as Gimbaçi nuk e heqin dot. Kjo është një teori që... Falënderoj për pyetjen. Tani, vetëm një moment të shpjegoj atë për Fevziun. Po, për dëborën. Në fushat elektorale kur të mos pres kush se unë të lëshoj qoftë të gjysmë fjale që dekurajoj mbështetësit e mi. Nuk ndodha ajo. Po më unë e kuptoj. Po, ajo ka këtë që... Ajo është e përbatut se... Unë bëj dhe me që jam këtu. Unë kam punuar në këtë fushat, mund të them në mënyrën më profesionale, më të përkushtuar të jetësime. Kur unë nuk kam bërë një fushat si kjo. Kam paraqitur në këtë fushat programin absolut të jetësime, në të cilin e kam patur të konsultuar me specialist më të mirë shqiptar të Fondacionit Adenauer dhe të Fondacionit Heritage. Kam marrë në këtë fushat, jam njëri që bëj 32 vjetë fushata, po kam marrë në këtë fushat krye ekspertin e botës. Në aspektin strategjik të fushatës, po. Krista Silitan. Kam bërë gjithë shka që duhet të bëja për të mos thanë, për të qenë totalisht i përkushtuar me vetëdijën e plot, si që kam deklaruar me 100 herë se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Nuk ka zgjedhje. Nuk ka zgjedhje me Edi Ramën. Kjo është e vërteta. Dhe krahas kësaj, krahas këtyre që kam bërë, është dhe kjo rezolut e datës 30 prill, e cila faktikisht i denon zgjedhjet në mënyrë përfundimtare. Dhe pra ky tani njeriu në një mosh, dalim pak, nuk ka interesa personale, ka shumë pak. Dhe është gjakftoft. Dhe mendon se si të bëj më të mirën, por një dikush mund thot pse si bojkotove. Jo, unë nuk jam jasaj. Pse nuk i the këto gjatë fusharas, ja ku i thashun. Këto janë ato që kam fa gjatë fusharas. Pyetja ishte, a hyt ju në zgjedhje me vedije që edhe mund t'i humnit, pavarësisht se këtë nuk